Një 37 vjeçare ka tentuar të hidhet nga një pallat 9 katësh në zonën e Unazës së Re. Enkelida Ahmetaj, nënë e 2 fëmijëve, është ngjitur në terracën e pallatit dhe ka qëndruar për rreth 2 orë aty, duke kërcënuar se do të hidhet. Është dashur ndërhyrja e oficerëve të policisë, të cilët kanë zbritur me forcë nga terraca 37 vjeçaren. Nuk ka munguar edhe konflikti mes policisë dhe familjes Ahmetaj. Shkak i kësaj proteste është bërë një kontratë që familja Ahmetaj ka nënshkruar me ndërtuesin Dritan Llanaj. Sipas familjes Ahmetaj, në kontratë ndërtuesi merrte përsipër që pas përfundimit të punimeve t'i jepte atyre 37% të apartamenteve dhe dyqaneve. Kjo kontratë është shkelur sipas familjes Ahmetaj, pasi son ndërtuesi nuk pranon që t'u jap një pjesë të ndërtimeve. Ndërkohë që pallati është në ndërtim, vëllai i Enkelida Ahmetaj, Gramoz Ahmetaj, tregon mashtrimin që sipas tij ka bërë ndërtuesi. Sipas tij ata kanë fituar 3 gjyqe, ndërkohë që ndërtuesi i ka shitur apartamentet tek personat e tjerë. Ka bërë dokumenta falso në hipotek. Ka marrë leje të palishme, ndërtim të palishëm komplet, ky pallat është komplet i palishëm. Për të shitur e ka shitur mirë neve, po ai ka mashtruar edhe njerëzit e tjerë aty dhe prokuroria nuk ndërhyn. Tani neve s'dim çfarë të bëjmë më. Asnjë centimetër s'kemi marrë. Ai ka shitur të gjitha, kemi informacion se ai ka shitur të gjitha edhe neve s'dim çfarë të bëjmë më. Ky ka lidhur një kontratë me babain ton, ku kanë rënë dakord për një X%. Familja Ahmetaj thotë se pavarësisht se ka bërë denoncimin, prokuroria ende nuk ka nisur hetimet. Konflikti për këtë pronë ka ardhur pasi një person tjetër pretendon pronësinë.